Partia Socialiste vazhdon të spekuloj duke pretenduar në mënyrë të gënjeshtër, duke përpjekur si gjithmonë që të hedhë hi në sytë e publikut shqiptar, se propozimi i Partisë Demokratike, që është propozim më shumë se 2 javor i bërë dhe i kundërshtuar pas një shpjetim deri më sot, është një propozim i cili përfshin politikën në procesin e vetimit. Kjo është një pretendim dhe një gënjeshtër flagrante. Duhet bëj shumë të qartë që propozimi ynë dhe është qëndrim parimor i ynë është që në procesin e vetimit në përzgjedhjen e komisionerëve që do të bëjnë vetingun e gjyqtarëve të prokurorëve, partitë politike nuk do të kenë asnjë rol. As në ardhin e kandidaturave, as në filtrimin dhe seleksionimin e kandidaturave që përputhen me kriteret kushtetuese dhe ligjore. Në këtë proces, partitë politike, qoftë në majorancë, qoftë në opozitë, nuk duhet të kenë rol dhe propozimi i Partisë Demokratike parashikon eksakt këtë. Së dyti, në propozimin që bëjmë ne, për të cilin do të keni më shumë detaj në prezantimin që do të bëhet nesër, nëpërmjet votës sekrete në përzgjedhjen e kandidatëve që do të votohen nga parlamenti, vota sekrete garanton diçka që është thelbësore. Pamundësinë e plotë për të etiketuar politikisht asnjë prej 12 kandidaturave që do të dalin për komisionet e vetimit. Pra vota sekrete e garanton 4-cifërisht këtë. Nuk do të jetë e mundur të etiketohet askush që votua nga cila forcë politike. Parlamenti i Shqipërisë është parashikuar që në fillim të jetë ai që do të përzgjedh midis kandidaturave profesionale dhe kjo nuk do të thotë as pak politizim. Filtrimi jo nga partitë, por nga një organ kushtetues, si gjykata kushtetuese, me monitorim ndërkombëtar, do të garantoj që këto kandidatura janë jashtë çdo lloji ndikimi politik. Pra e theksoj që ky proces largon maksimalisht politikën nga përzgjedhja e këtyre kandidaturave. Ajo që duhet të theksoj e fundit është që me propozimin që ne bëm dje publik dhe do ta ilustrojmë më në detaj nesër, Partia Demokratike ka lëvizur nga propozimi i bërë nga Obdat dhe Uralius dhe i pranuar prej nesh që në shkurt, i mishëruar dhe në draftin që paraqiti Partia Demokratike në muajin maj, i vendeve të rezervuara, një propozim qartazi i ndërkombëtarëve, sipas tyre në përputhje të plotë me Komisionin e Venecias. Ky propozim që ne bëjmë sot është një lëvizje nga modeli i vendeve të rezervuara, por që garanton në mënyrë të plotë zbatimin konsekuent të paragrafit 88, duke garantuar çdo gjë që parashikon Komisioni i Venecias dhe është, duke qenë i tillë, është absolutisht oferta jonë e kompromisit. Ajo që bën Partia Socialiste vazhdon të propozojë që nga muaji i shkurt deri më sot votën e vetëm të transferueshme, e cila në llogaritë e tyre do të jap më shumë influencë dhe pushtet majorancës sesa opozitës. Dhe nga ana tjetër, përveç që është diçka shumë komplekse dhe që dështon në rrethanat e Shqipërisë, e parlamentit shqiptar, është gjithashtu një formulë e ekspozuar ndaj korrupsionit politik, që do ta kthente votën e vetme të transferueshme në një votë të vetme të trafikueshme dhe unë besoj që kjo do të ishte një goditje thelbësore, jo vetëm për interesin e demokracisë në Shqipëri, por në mënyrë specifike për besueshmërinë dhe pranueshmërinë e produktit të reformës në drejtësi. Kështu që besoj që Partia Socialiste është mirë që të tërhiqet nga pozicionet që janë refuzuar më herët, me arsyetime konkrete, dhe të pranoj këtë ofertë e kompromisi dhe të mos refuzoj siç ka bërë deri më sot pas një shtyrë. Faleminderit.